tek meshkujt kemi dy hormonet postintegrat, hormoni follicular stimulus dhe hormoni luteinizus. Follicular stimulus vepron në teste në gjendrat seminale dhe prodhon spermën, luteinizusi vepron në qelizat e ledikut dhe prodhon testosteronin. Dhe këto prodhojnë në një kohë. Testosteroni është hormoni esencial mashkullor që jep agresivitetin në seks, që jep zërin, që jep pamjen, që jep pilozitetin, që jep mjekrën, që jep muskujt, që jep formën, fuqin, energjinë e mashkullit. Se kjo ishte interesante kjo që pra testosteroni jep agresivitetin në seks. Po, agresivitetin në seks në qoftë se keni vele të ulta të testosteronit do të thotë që testosteroni sjell dëshirën. Ashtu si kurse dhe tek femrat, progesteroni sjell dëshirën. Ne në shkencë e quajmë libido seksuale. Dhe unë po ju them juve që kjo është fiziologjike dhe që kjo me kalimin e kohës bie. Mandej po ju them, tek femrat, sot ne po të shikojmë që në sajt një jete dhe të një diete moderne, të një diete me substanca toksike, me ushqimet përpunuara, me problemet e përpart, sidomos është plastika, janë ftalatet, janë parfumet, janë shampot, janë sapunërët, proces të bukuris, proces të kozmetikës, janë të gjitha ushqimet e përpunuara, janë ushqimet e shpejta, ushqimet e paketuara, mishrat e përpunuara, makaronat, pilafi, orizit, janë këto gjë. Pra, të gjitha këto dhe kontakti që kemi me substancat e tjera toksike, si që janë pesticidet, fungocidet, herbicidet dhe detergjentet në shtëpi, kanë krijuar një gjendje atakimi, një reaktivitet të kundërt në organizëm dhe këto substanca toksike janë futur si një mysafir i paftuar në ambientin dhe në gjakun e meshkujve dhe të grave dhe japin një imitim të hormoneve që nuk janë normal. Te gratë japin një menopauzë, në qoftë se menopauza te gratë shumë vjet përpara ka qenë 45-55 dhe mesatarja është 51 vjeç, ne tash po shikojmë gra të cilat futen në menopauzë në mes të 30-ave dhe të 40-ave. Ne po kemi meshkuj që ulet aktiviteti seksual dhe kemi një sperm jo të shëndetshme dhe ulet testosteroni që në moshën 20 vjeç, në mes 30-ave. Dhe unë kam një ide që po jo them. Dhe të vazhdimisht dhe me pacientët që më vinë. Në moshën 40 sperma aktiviteti bie. Dhe unë me kam dhe një këshill që të tërë meshkujt nga mosha 25 deri në 45, çdo 3 deri në 5 vjet duhet bëj një spermogram. Spermograma është ajo e cila shikon shëndetin riprodhues dhe testosteronin. Po, ju e përmendët tani pjesën e përkujdesive kozmetikeve, përkujdesive të bukurisë. Pra, çfarë do të thotë kjo për djemt që bëjnë trajtime bukurie gjatë gjithë kohës, para që shkojnë në sauna, bëjnë trajtime të ndryshme me lazer në trupin e tyre, mbase edhe për heqjen e qimeve. Po ju them unë. Çfarë do të thotë kjo? Po ju them unë. Kjo është pak a shumë e ndarë te meshkujt dhe te gratë. Por ajo që po ju them, me qemi ke meshkujt, unë dua që të dëgjojnë të gjithë meshkujt sot, Zoti ka bërë që organet ose gjëndrat endokrine të mashkullit që janë testet, i kanë nxjerrë jashtë trupit. I kanë nxjerrë jashtë trupit. Pra, në qoftë se vezorët janë brenda organizmit të gruas, testet kanë dalë jashtë trupit. Dhe testet kanë dalë jashtë trupit për një qëllim të caktuar, sepse testet duhet të kenë një temperaturë më të ulët se sa temperaturë e trupit që të funksionoj sperma. Sperma është një emulsion që prodhohet nga prostata, që ka brenda spermën që prodhohet nga testosteroni dhe nga hormonet mashkullore, por problemi qëndron që kjo sperm që tjetë vitale, që tjetë e shëndetshme për shëndetin riprodhues, duhet tjetë normale. Dhe ne kemi shumë raste kur sperma është e dobët. Dhe sperma ka të bëj shumë ke ajo që kërkojmë ne sot ke shëndeti riprodhues. Dhe në lidhje me pyetjen tuaj po i them këtë gjë. Veprimi i substancave të huaja që quhen ksenoestrogen
ose substanca toksike, të cilat meren, si që thamë, me ushqimet, me fast foodet, me ushqimet e sheqerosura, me Coca-Cola, pizzat, që janë këto hot doget, që janë këto salamerinat e këto gjithë ushqimet e përpunuara, këto veprojnë në mënyrë negative dhe krijojnë një ulje të hormoneve, ati që thamë, komunikimin fillim fare të qelizave. Dhe e dyta është kjo që ka shumë rëndësi. Testet duhet të mbahen të freskëta.